Çudi. Toni u rikthye në Big Brother VIP Kosova pa përkrahjen e banorëve dhe pa votim nga publiku. Për herë të parë në historinë e Big Brother VIP, rikthimi i Toni në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Ky vendim i produksionit po konsiderohet nga shumë ndjekës si një precedent i paprecedent, pasi për herë të parë në historinë e Big Brotherit, një banor i eliminuar rikthehet pa votën e publikut dhe pa miratimin e shumicës së banorëve. Produksioni bëri të ditur se Toni, pasi kaloi 24 orë jashtë shtëpisë, do të rikthehej në lojë, por me një pasojë të rëndë. Ai do të jetë automatikisht në nominime të përhershme deri në momentin e eliminimit. Kjo do të thotë se çdo javë emri i tij do të jetë në listën e të nominuarve. Pas një mundësi shpëtimi, vendimi për rikthimin e tij u mor nga Benita, Arditi dhe Labinoti, të cilët pranuan ta kthenin Tonin në lojë. Por kjo zgjedhje pati një kosto të madhe. 20.000 euro u hoqën nga çmimi i madh, i cili tashmë ka rënë në 173.000 euro. Pikërisht ky fakt u kundërshtua fuqishëm nga pjesa më e madhe e banorëve, të cilët e konsideruan të padrejt rikthimin e një konkurrenti që ishte eliminuar më parë nga publiku. Edhe publiku jashtë shtëpisë reagoi negativisht, duke mos e përkrahur këtë rikthim. Por pavarësisht kundërshtimeve, produksioni nuk e mori parasysh as mendimin e shumicës së banorëve dhe as zërin e publikut, duke e futur sërish Tonin në lojë. Situata u bë edhe më e diskutueshme pas rikthimit të tij, pasi u vures se Toni shpërndau informacione nga jashtë shtëpisë, pa marrë asnjë vërejtje nga vëllai i madh. Madje, ndonë se Benita ishte një nga persona që e pranoi rikthimin e tij, Toni u afrua menjëherë me Elionën, të cilës i dha disa informacione nga jashtë, duke ngritur dyshime për shkelje të rregullave të lojës. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet loja e Toni në vazhdim, dhe nëse produksioni do të reagojë ndaj situatave të krijuara. Një gjë është e sigurt. Ky rikthim ka ndryshuar rrjedhën e lojës dhe ka hapur një kapitull të ri, të diskutueshëm në historinë e Big Brother VIP. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilën e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.